بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtet e falenderojmë, mirësitë, bekimet, mëshira e tij qoftë mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ecin, ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillah ala ni'metil iman. Falenderojmë Allahun që na ka dhënë imanin dhe besimin. Jeta e njeriut është në lëvizje të vazhdueshme, ditët dhe netët nuk janë gjë tjetër vetëm se sinjale që ne po i afrohemi e xhelit, afatit. Sot isha para akşamit me një vëlla dhe më përmeni për një vllajën tonë që ka ndrujet Zoti e mëshiroft të qoftë për banorëve të xhenetit. Dhe kështu është kjo punë o vëllezër, sa njerëz e dëshirojnë Ramazanin, po ndoshta nuk e arrin. Sa njerëz e fillojnë, po ndoshta se mbarojnë. Ne jemi me atë shpresën që shpresojmë që ky Ramazan të na zejë. E duke pas të shpresë të ky madh i Zot, po mundohemi që t'ia bëjmë hizmetin duke u përgatit dhe para përgatit me këto ligjërata, me këto këshilla, me këto ndenje dhe ulje dhe tubime, duke shpresuar që të na forcojnë në imanin ton, na ngrohin në besimin ton, na forcojnë në ndërgjegjen ton, na emprehin reflektimin ton në mënyrë që kur të vi Ramazani inshallah taala të japim hakun, ta agjërojmë ashtu siç e meriton e të dalim prej Ramazanit të fituar dhe qoftë ky Ramazan sebeb që të fitojmë kënaqësinë e Zotit, po edhe të ndryshojmë për mirë dhe të karikohemi mirë për një vit. Kemi kënaqësinë dhe jemi të nderuar që sot kemi hoxhën e nderuar dhe hoxhën e dashur siç e quaj unë zakonisht omëlsinën e Shkodrës, sepse me të vërtet është i omël, e kush rri me të, e kush udhton me të, me të vërtet e provon. Kështu që e kemi për kënaqësi sonte që ta kemi në mesin ton, të jetë në mesin ton, për të përfituar edhe ne, inshallah taala, nga këshillat e tij, nga porositë e tij, të cilat kanë bënë me parapërgatitjen ton në rastin e muajit Ramazan. E me shpresën e Zotit, pastaj besoj që mas mësimit do të jetë edhe ajo që ne kemi njoftuar më herët, për sa i përket umres. Inshallah do të ketë një short të cilën e ofron Medina, pra kompania që është, agjencia që është mbrapa xhamis, për burrat 1 edhe për motrat besimtare 1. Kjo është kujt i bjeri, pastaj kush ta ketë, si më thënë atë, të shkruajt me prej Zotit. Kështu që Hoxha Nsari sonte është për ligjëratën, ndërsa kjo tjetra është nga agjencia. Kështu që Hoxha Nsari Zoti e shpërbleft për fjalët që do na thotë dhe agjencinë Zoti e shpërbleft për shërbimin që i bën umrexhive, mysafirëve të Allahu xhelalu dhe për korreksinë që tregon në raport me atë që merr përsipër për umrexhit, dhe Zoti i nderoft të gjithë. Amin. Edhe të gjithë bashkëpunëtorët që bashkëpunojnë me ata. Amin. Atëherë Hoxh, Zoti shpërbleft, na ka ardhur nga Shkodra, Zoti të rujt, po presim me pa durim që të fillosh. Zoti shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Qem salavatet mbi më të mirë njeri, profetin Muhammed, mbi shokët e tij dhe të gjithë besimtarët që ndjekun dhe pasojnë udhëzimin e tij profetik deri në ditën e gjykimit. Tek lista që kishte publiku Hoxha me ato hoxhallarët që do të flitshin, ishte një grumull I madh hoxhallarësh të rinj që Hoxha I promovon. Belesa vitin e kaluar kam pa që ka pas
hoxhallar të ri që i ka ftu. Kjo është një nxitje e hoxhës që më promovu edhe hoxhallar të ri ose që hoxhallar që ndoshta janë kthy tash vonë për studimeve, kështu që Allah është shpërblef me të mira. Unë e majmen në vitet 2004-2005 vishin kasetat që hoxha mate ligjërata, pasi që s'ka pas internet si tani, në Shkodër, edhe ne si vllazni dhe më thani i mashim me ditë. Pra 2 ditë i kishte njëri, 2 ditë tjetri, i ndëgjoshim dhe pastaj u dote me ja kthy përsëri të Zotit. Pra që i kishte marrë ato kaseta, sepse s'kishte mundësi që me bë kaseta për gjithë, ndërsa sot ka ndryshuar konat. Mësimet janë live, ligjëratat janë të gjitha të publikume, por elhamdulillah kjo është një mirësi e madhe që hoxhallarët përsëri pra janë prezent në misionin e tyre, janë prezent, edhe kjo është prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Allah na majt në këtë rrugë. Për sa i përket ligjëratës, disa këshilla të shkurtra për sa i përket Ramazanit janë këshilla që përsëriten çdo vit, unë kujtoj veten time fillimisht, pastaj vëllezërit e mi, janë këshilla që secili duhet me i mundu me i praktikuar në jetën e tij të përditshme. Fillimisht, pse në të gjithë botën islame, pra shohim se kjo që ndodh në xhamin tuaj, pra ligjërata ose evenimente që me u përgatit besimtar për muajin e Ramazanit. S'kena pa ndoshta një adhurim tjetër, kaq shumë para përgatitjes se sa në Ramazan. Për vetë faktin të dashtun se Ramazani është një muaj një adhurim i gjatë, relativisht i gjatë dhe ka nevojë për nxemje, ka nevojë për para përgatitje. Unë nuk shkoj në palestër, por nëse shkoj në palestër më thon dikush ai çon 100 kg prej herë, nuk jam i Zotit vallaj, se si nuk i bas stërvitje. Kurse këto djemë të ri, mashallah, ndoshta me bëj 1 orë, 2 orë futboll, mundën me shku në palestër, mundën me shku dikun tjetër, pse se janë e kanë mësu trupin e tyne. Shohim fillimin e Ramazanit, një dukuri që shumë njerëz i mushin xhamiat, ka një prezencë të jashtëzakonshme ditën e parë, 2, 3, 4, të 5, fillon edhe në Shkodër themi e ka lanë shami. Pra s'ka më forcë, sepse nuk është mësuar me adhurim. Vazhdon tek leximi i Kuranit, edhe ngel, vazhdon ndoshta tek namazi ngel. Kjo është sepse nuk jena mësuar me adhurim. Pra këto ligjërata ose këto pra përgatitje ne na bajnë mirë që me na përgatit për adhurimin e Ramazanit, pasi që është një sfidë dhe është një siç e ka thënë profeti alayhi salatu selam, flad janë inna lillahi fi ayami dahrikum, me të vërtetë që Allahu në ditët tuaja ka nafahat fata'arradu laha. Pra delni përpara këtyne fladeve të rahmetit dhe këtyne stineve që Allahu subhanahu wa taala i ka përgatit për robërit e tij. Për sa i përket Kuranit famlart, është shqur Ramazani sa është muaj Kuranit. E shohim në jetën tonë të përditshme Kur'anin prezent në xhami, në makinë, në shtëpi, në të gjitha ambientet e shohim Kur'anin prezent. E lexojmë Kur'anin, shohim mesin e xhamatit, mashallah tabarakallah, që ka njerëz që bajnë hatme 1 herë, 2 herë, 3 herë, ndoshta me 10 herë. Por ajo që do kisha pas dëshirë me bë një pyetje është adhurimet tona, qofshin leximi i Kur'anit famlart, në qoftë namazi që bajmë. Pra adhurimi jonë në tërësi, a është mjet apo është qëllim në vetvete? Pra adhurimi që ne e bajmë dhe na kërkohet prej Allahut subhanahu wa taala, a është qëllim në vetvete apo është mjet që Allahu azza wa jall don me na çu dikun? Dhe përgjigjja është që ai është një mjet që Allahu subhanahu wa taala do me të ngrit ty në grada të larta. E shohim se agjërimi besimtari ndalohet prej çfarë? Ndalohet prej diçkaje jetike, ndalohet prej ushqimit dhe pijes, që tregon se njeriu është i aftë me menaxhu veten e tij. Tregon që njeriu është i aftë me një lloj sfidet ose një lloj pyetjet që mundet me i bë njeriu vetes. Unë isha i aftë që më ndalu prej diçkaje jetike, a nuk jam unë vallë i aftë që më ndalu prej diçkaje që më mban dëm, apo prej diçkaje një vesit që mu më largon prej familjes, ndoshta prej Allahut, me qenë në rrugën e gabume. Shohim se vendosmëria që njeriu ka në Ramazan zbulon atë forcën e jashtëzakonshme që ka njeriu.
Prandaj adhurimi në fenë islame është një mjet që e çon njeriu në grada të larta të kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Namazi e pastron njeriu, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, me të vërtetë që namazi ndalon prej veprave të këqija. Për sa i përket zakatit, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, merr prej pasunisë së tyre që me i pastru dhe me ja shumëfishuat pasuni. Pra të gjitha adhurimet e kanë një sekret. Ashtu dhe leximi i Kur'anit, shohim se si besimtarët garojnë kush lexon më shumë, kush merr sevap më shumë. Ashtu duhet me qenë, ashtu kanë qenë të parët tonë. Pra tregohet që Imam Shafiu 60 hat me bate në Ramazan. Subhanallah, 60 hat me një gjatë ditës, një gjatë natës. Pra kanë pas një forcë dhe një iman të jashtëzakonshëm. Por nuk mbetemi ne si besimtar vetëm tek po lexojmë Kur'an se marrim sevape. Po lexojmë Kur'an se ne është mirë, është shërim. Kur'ani Allahu Azza wa Jall e ka bë shërim me të vërtetë për trupin, por e ka bë zgjidhje për çdo umet. E ka bë zgjidhje për çdo problem. E ka bë një lloj kushtetutet për familjen, për shoqërinë, për individin. Pra nëse njeriu e mediton Kur'anin famlart, nëse kapet për mësimet e tij, atëherë me lejet Zotit Azza wa Jall, ai ka me u përmirësu fillimisht vetë, ka me arrit në grada të larta. Prandaj Allahu Azza wa Jall shpesh herë e përmend e fala yatadabbarun al-Quran, a nuk e meditojnë vallë ato Kur'anin famlart. Biles profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i zbresin ajetet e surës Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, ajete të gjata, ndoshta një gjysmëfaqe apo më shumë, dhe tha wailun, mirë për atë i cili i lexon këto ajete, thumma la yatafakkaru biha, dhe ai i nuk i mediton për këto ajete. Ajete që flasin për krijimin e qiejve, të tokës, Rabbana ma khalaqta hadha batila, logjika është ndoshta njeriu që thot o Zot, ti nuk e krijove të gjithë këtë, nuk e krijove kot. Pra ke një arsye o Zot. Dhe ai që mediton këto ajete, atij rritet imani, i forcohet besimi i tij, ka një nxitje që me bë vepra të hajrit. Prandaj profeti Muhammed alayhi salatu wasalam çfarë tha? Ai mirë ai person që i lexon dhe nuk mediton për këto ajete. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Këtë libër kemi zbrit të bereqetshëm që ju të meditoni ajetet dhe ato gjykimet e tij. Pra Kur'ani famlart është zbrit me e lexu patjetër, por me e jetu. Dhe ne si besimtar, në jetën tonë të përditshme, në problemet sociale apo problemet të gjunaheve që shohim të përhapur në shoqëni, shohim një njeri që ndoshta lexon Kur'anin, por ndoshta han kamaten. Shohim një njeri që i fal kohën e namazit, por ndoshta rren nga pak kur duhet me rrejt. Pra, secili bjen në gjunahe. Pse? Sepse jo se nuk e ka lexu Kur'anin, jo se nuk e ka ditë, por nuk e ka përjetu, ose nuk është ndalu tek gjykimet e këtij librit. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam një ditë prej ditëve i tha Ubej ibn Ka'bit. Ubej ibn Ka'bi, edhe kjo është për me tregu rëndësinë e atij që merret me Kur'anin famlart. Pra një mesazh në Ramazan të mundohemi të fokusohemi Kur'anit me lexim, meditim, duke e mësuar dhe duke e praktikuar në maksimum. I tha Ubej, më ka urdhënu Allahu Azza wa Jall që unë ty me ta lexu surën Lem yakunil ladhina kafaru. Cila surë? Surën Al-Bayyina. I tha wasammani, ama ka përmend Allahu emrin, pra sikur po i thote profetit alayhi salam, atë ka thënë Allahu Azza wa Jall që lexoja surën Bayyina një shokut tan dhe tim ki zgjedh mu, apo Allahu të ka kërku që personalisht, pra të ka thënë filanit Ubej ibn Ka'bit, këti kemi e lexu surën Al-Bayyina. Tha po, Allahu më ka urdhëruar që ty me ta lexu. Edhe Ubej ibn Ka'b pra shpërthen duke qa, se si Allahu Azza wa Jall mik shtat ka qej, pra e përmend emrin e Ubej ibn Ka'bit, as nuk përmend emrin e Khalid ibn Walidit, i cili ishte strateg
i fuqishëm në luftë, as nuk përmendi emrin e Ebu Bekrit, i cili ishte Ebu Bekr Siddik, njeriu i sinqert që ndihmoi profetin alayhi salatu wasalam më shumë se askush. Po përmendi Ubej ibn Ka'bin, një person që u merrte vetëm me Kur'anin famlart, një person që ja kishte përqendruar jetën, ja kishte kushtuar jetën e tij Kur'anit famlart, me tregu vlerën e madhe që ky libër ka dhe se si e ngrit dhe si e lartëson atë person i cili kapet pas këtij librit. Gjithashtu të dashtun, një ditë prej ditëve një person në Arafat, i quajtur Ibrahim el-Khawas, prej zahidëve, në një moshë të madhe ja mëson Allahu me bë haxhin dhe i thot Allahut këto fjalë, i thot o Zot, robrit në dynja kur janë pronar të një robit, dikur pra mira viteve apo qindra viteve kanë ekzistuar, pra sistemi i skllavërisë. Kur ai sklavi bëhet i mushum plaket, thet e lirojnë se si duhet gja, pra nuk i hin më në punë. O Zot, thot unë jam robi jot, i mushum dhe i shtym në mosh, i mushur me gjunah dhe të më liro pra prej zjarmit të xhehenemit. E mundësia më e mirë për besimtarin në muajin e Ramazanit është me e fitu mirësinë e Zotit dhe xhenetin e Allahut dhe mëshirën e Allahut, sepse ato fushat ku fitohet mëshira e Allahut është e pafundme. Pra kaq shumë mundësi kemi në Ramazan, qoftë me një fjalë të mirë, qoftë me një lutje, qoftë me një namaz, me një dhikr. Pra kaq shumë hapësina dhe mundësina kemi që ne si besimtar ta fitojmë kënaqësinë e Allahut dhe vetëm ai që nuk don. Pra atmosfera është e krijuar. Shohim xhamit plot me besimtar, me ligjërata, me kuvend të Kur'anit, me takime vëllezërish, me iftare të organizuara, kush ka dëshirë që me marr pjesë, është i pritun. Vetëm ai person i cili nuk ka dëshirë vallahin, ai e lën vedin mrapa. Prandaj profeti Muhammed alayhi salatu wasalam çfarë tha? Raghima anfu 3 herë. Pra është i poshtnum ose i mallkum, është i poshtnum ai person i cili e xen Ramazanin dhe nuk i falen gjunahet. Sepse me të fal gjunahet, don që besimtari vetëm me kërku falje tek Allahu subhanahu taala, me ripërtri besimin e tij. Prandaj ajo që kërkohet prej nesh është që ne me e pranu fajin dhe gabimin dhe gjunahin ton, që jena të mbushur secili prej nesh me gjunahe, me e pranu fillimisht, kjo është etapa e parë. Siç thanen ato banorët e zjarrit, Rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. O Zot, na ke vdek 2 herë, pra kena qenë 2 herë të vdekun dhe 2 herë na ke ngjall. Hera parë që njeriu është i vdekun, është në trupin e babës vet. Njeriu është nuk është i gjallë, por Allahu jep shpirtin kur bashkohet pranë trupin e nënës. Kjo është e para, që është i vdekun dhe merr jetë. Hera dytë i cili merr jetë kur del në dynja dhe kur ngjallet. Pra 2 herë është njeriu në jetën e kësaj bote, kur del në dynja dhe kur ngjallet. Tha o Zot, fa'tarafna bi dhunubina. Ne i pranu me gjunahet tona. A i ban dobi i vallë kë pranim? Nuk i ban dobi. Në kiamet i dashtën nuk të ban dobi me i pranu gjunahin. Pra dhe këto jo besimtar, thanen o Zot, ne i pranu me gjunahet tona. S'ka ma. Nuk ka vend dhe s'ka mundësi për falje, sepse jena në ditën e gjykimit, është dita e korrjes, është dita llogarisë. Ndërsa në surën Tobe, wa akharuna atarafu bi dhunubihim, janë disa tjerë që i kanë pranu gjunahet, jemi te pranimi i gjunahit. I kanë pranu gjunahet e tyre. Khalatu amalan salihan, pra kanë bë edhe vepra të mira, por kanë bë edhe vepra jo të mira. Por e rëndësishme është që kanë kërku falje. Pranimi i gjunahit, siç është përmendur në ajet, është kërkimi i faljes. Se ta pranojmë një gjunahin, bile s'ka njerëz që mburren, Zoti na rujt për gjunahet. Ai e pranon edhe mburret. Por pranimi i gjunahit, pra në Islam nën kupton kur besimtari kërkon falje Allahut subhanahu taala, hap një fletë të re. Dhe çdo Ramazan
është një mundësi që besimtari me hap një fletë të re, sa du gjunahe që të ketë ba. Shofim se si Allahu Azza wa Jall në shumë vendet Kuranit famlarët e ka krahasu jetën e kësaj botet, e ka krahasu me ujin. Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama, si puna ati ujit që zbret nga qielli fakhtalata bihi nabatul ard. Jep jetë bimëve, pra ba toka e bukur. Kështu e ka krahasu Allahu Azza wa Jall jetën e kësaj dunjajet, si puna e ujit. Pse? Sepse uji nuk xen vend. Uji nuk xen vend. Biles ato kur ndërtojnë rrugë, nëse harrojnë me i ba ujë rrugë, domethënë me i ba rrugë ujit, ajo rrugë prishet, sepse uji o do të kalojnë ose s'ka rrugë tjetër. Kështu është edhe dynjaja. Dynjaja kalon. Është e pamujtën që dynjaja me najt një vend. Dynjaja kalon. E ka krahasu Allahu Azza wa Jall jetën e kësaj botet me ujin, sepse uji nëse shtohet shumë një vend, përmbytet. Nëse shtohet uji ma shumë se masa e vet, një tokë e tokë prishet, përmbytet. Kështu është edhe jeta kësaj botet, njeriu sa ma shumë që të marrin prej dunjas zhytet dhe fillon me e harru Allahun subhanahu taala. Dhe e treta e ka krahasu Allahu subhanahu taala jetën e kësaj botet me këtë token, e cila merr një pamje të bukur dhe të gjelbërt. Merr një pamje, ato bimë të bukura, lulet, frutat e ndryshme që dalin prej toket. Kështu është e dynjaja, e amël, e bukur. Mirë po, Allahu Azza wa Jall, kur çon një stuhi, apo kur vjen vjeshta e dimri, ajo tokë është sikur nuk ka ekzistuar as diçka para saj. E njëjta është me dynjan. Sa prej njerëzve kanë jetuar para nesh, kanë pas ato pallatet e tyne, kanë pas pasunitë e tyne, kanë jetuar, kanë bërë vlat. Sot nuk i njeh kërkush sepse janë në dhe. Sikur nuk kanë ekzistuar, subhanallahu. Unë e gjyshin, e stërgjyshin, ndoshta sarrimi më i mend, po ato katra gjyshat e njerëzve që kanë jetuar para nesh. Kjo tregon që dynjaja është e amël, mirë, po nuk është e përhershme. Edhe Allahu subhanahu taala i çon këto sezone mëshiret për besimtarët që më u kthy Allahut Azza wa Jall. I çon këto sezone në mënyrë që besimtari me bë një lloj paqet, me bë paqe qoftë me veten e tij, duke u largu prej atyne veseve, apo prej atyne gjanave që e largojnë prej Allahut subhanahu taala. E sidomos në muajin e Ramazanit e shohim shumë mjete apo shumë gjana që nena në largojnë prej Allahut, me rrjetet sociale, me emisione të ndryshme. Ndoshta e gjallnojmë natën dhe flajmë ditën, si që tha një hoxh, natën janë ujq, ditën janë kofoma. Pra natën mundet me hangër me pi, kurse ditën qohet masi qënijes. Hajte se jam duke agjeru. I duke najt pa hangër, sepse agjerimi i vërtet është kur besimtari i fokusohet adhurimeve dhe flen sa ma pak. Pra qoftë me lexim Kur'anit, me vizitën ndaj prindve, me iftaret, pra me pasë një ekuilibër mes nefsit, mes adhurimit që ne kena nevojë personalisht si nefs, si njeri, dhe mes aty në aktiviteteve sociale. Allahu Azza wa Jall ka dashur që iftaret mu ba bashk. Pra agjeroni kur të bahet iftari, bani bajram kur të bahet iftari, pra krejt si besimtar në të njëjtin kohë e ndalojnë ushqimin, e hajnë iftar. Aktivitetet sociale janë shumë të rëndësishme. Mirë po, ne si besimtar duhet me bë këtë ekuilibrin e artë mes vetes dhe këtyre aktivitetet sociale. Jo si puna ati që i rregullon mahallën dhe harron veten. Por njeriu merret edhe me nefsin e tij, sidomos në namazin e natës, në namazin e taravis, mas sabahut, është një kohë që besimtari nuk ka angazhim. Ndërsa gjatë ditës, nëse do më shku me ndihmu një të varfën, nëse do më organizu një iftar, nëse do më bë një takim me vllazni, apo më ndoshta pi edhe një çaj mas teraviet, e valla. Pra kjo është ajo ekuilibri art. Është shumë e rëndësishme që ne si besimtar të japim një shembull të mirë në xhami dhe jashtë xhamijet.
në familje, në vendin e punës, sepse ky person është agjërueshëm. Ky person agjeron dhe njerëzit vallahi ne na bajnë me gisht për mirë inshallah. Hajtë se filani thet agjeron, filani shkon në xhami. Prandaj le të jena një shembull, qoftë në shkollë, në universitet, në punë, në shoqëni, në mënyrë që ne të rrezatojmë dhe të bana përques të denjë të Islamit. Elos Allah azza wa jall që më ne i fal gjunahet, më na mundsu me mbrit Ramazanin, më na mundsu që ne të agjerojmë ashtu siç e kemi hak dhe të ne i falin gjunahet. Ju kërkoj ndjesë për zgjatjen e kësaj këshillet. E falenderoj një herë hoxhën e nderuam. Zoti ju shpërblefi me të mira, Allah ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Janë këta vëllezërit e fabrikës vaj Troplini, u bë 2 vite rresht që çdo hoxhë që na vjen për ligjërat i bëjnë dhurat vajullini original bio, Zoti shpërbleft. Hoxha Allahut në rob, Zoti shpërbleft, me të vërtet kemi nevojë me rikujtuar dhe, si më thon, karikuar veten tonë me këtë mirësi të madhe që po na sjell i malli Zot. Allahu xhelaluhu po na sjell një mirësi dhe një begati të madhe, dhe kur njeriu mendon se çfarë po vjen, si më thon, njeti i tij, si më thon, merr disa ngjyrime. Pra, kemi musliman i cili agjeron me njetin se po agjeron Ramazanin, elhamdulillah. Kemi një tjetër që thotë po agjeron Ramazanin, por njeti im është kënaq Zotin. 1. Njeti im është fitoj xhenetin. 2. Njeti im është shpëtoj prej zjarrit të xhenemit. 3. Njeti im është që të më falen gjitha gjunahet. 4. Njeti im është që të pendohem me një pendim që të mi përfshi çfarë kam bë nga gjunohet e mia të gjitha pa përjashtim. Pra, është ndryshe kur njëri e agjeron Ramazanin me 5 njete, krahasimi njëri i cili thotë do agjeroj Ramazanin, se është farz, është detyrë, është mbyllur kushtilli i Islamit, edhe agjeroj Ramazanin. Për këtë arsye kam pas thonë të moçmit, dalloni dituri nga i pa dituri në adhurime me njet. Është dallimi. Harrova të 6-ën, agjeroj Ramazanin me njetin se po ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 6 njete në Ramazan. Tani një njeri i cili agjeron Ramazanin, me njëri i cili agjeron me 6 njete në Ramazan, s'ka dyshim se ky e merr Ramazanin shumëzim 6, ndërsa ky e merr Ramazanin shumëzim 1. Për këtë arsye, është mirë që t'i rikujtojmë mirësitë e Ramazanit. Muaj i bekuar, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, muaj i begat, muaj i natës kadrit, muaj i netëve të teravive, muaj që falen gjunat, kush agjeron me besim, duke etj. Pra vazhdimisht duhet ta kujtojmë veten me këto mirësi dhe begati, dhe Zoti e shpërbleft hoxhën për këshillat që na rikujtoi për këtë që po presim, pra të jemi të përgatitur, të jemi të mirë përgatitur dhe mos na zej Ramazani takfak. Sepse na duhet shumë ditë me marr veten. E kam frikë se e morin veten edhe nga java 3. Kur tjetë të dalë, ndërkohë që bota ka ecë për para, për 3 javë, kush di ku ka shku, dikush, ne na bjerë me e kap vete, se kështu është tipi i njeriut, nuk është balta, nuk nxefet me njëherë, as nuk ftofet me njëherë, po do kohën e vetë. Kështu dhe njeriu pa përgatit, i merr kohë përgatitja, Zoti shpërbleft të hoxh, Allahu të nderoft. Atëherë me shpresën e Zotit, siç e kemi thënë vëllezër, këto ligjërata janë pikërisht për këtë, për të kryer këtë kalitjen dhe nxehjen për Ramazan, dhe nesër mbrëmë inshallah taala prapë do të kemi një ligjërat nga një hoxh tjetër i cili është kthyer nga studimet tani vonë, dhe shpresojmë që të përfitojmë të gjithë.